Pas kapitullimit të Italisë në shtator 1943, forcat gjermane pushtuan shpejt Shqipërinë. Ata krijuan Mbretërinë Shqiptare, një shtet në ndikëqyrje gjermane, drejtuar nga Recep Mitrovica dhe Mehdi Frashëri. Qëllimi i gjermanëve ishte që në Shqipëri të mos vendoseshin baza aleate, britanike apo amerikane. Përveç kësaj, ata shfrytzuan dhe burimet minerale, sidomos ato të naftës, duke i eksportuar në Gjermani. Mbretëria e re shqiptare përfshinte pjesë të konsiderueshme të trojeve etnike, me mbi 1.7 milion shqiptarë, nga 1 milion në kohën e Ahmet Zogut. Në Trevat e Bashkuara, shqiptarët shfrytzuan mundësinë të promovojnë gjuhën shqipe. Nisën me qindra mësues, ndër ta dhe Ernest Koliçi, dhe për herë të parë në shekuj u hapën shkolla shqip në krahinat e Sanxhakut, Kosovës, Tetovës dhe të tjera. Vetëm në vitin shkollor 1943-44, në këto krahine u hapën 400 shkolla të reja shqip. Këto shkolla vazhduan të qëndrojnë hapur edhe më vonë, duke duruar me vështirësi presionet shtypse të ministrit jugosllav Ranković. Me gjithë drejtimin autoritar të Gjermanisë naziste, me e keqen të Troje do të vinte më vonë në pushtimin jugoslav.